Hoxhë, djali është shëru nga leukemia, elhamdulillah. Janë të bu një shumë e madhe parave. Qka të bëjë thot me ato pare? Elhamdulillah. Elhamdulillah, elhamdulillah. O Allah, që e ka shëru djalin tënë. Zoti shërëft edhe gjithë të tjere të cilët janë të sëmur me këtë smundje apo me smundje të tjera. Qëfar do qofshin ato? Amin, amin, amin. Në këtë rast, nëse ka argju ti pare tua, jashtë atyne edhe keme e zero, ma i qatë sa mund është me e fillu, po thamë, një jetë tjeshtë. Dhe ma nëse kera në zero, ka argju gjdo sen. Por nëse elhamdulillah, i ki punë të mirë. Atër në këtë rast, ruja të pare, edhe kur njën ndë një rast që ka nevoj qëftë, i ngjashëm si idealit tanë me leukemi, apo të ndonjë smundje tjetër, këtyne smundjeve që lypin shumë pare, qëja. Sadak për gjithë ata njerëz të cilët ti kanë dhënë të pare, i kanë mbledh. Pra mos i keq përdor, mos i shfrytëzo edhe pse unë jam shumë i bindur që përderisa ke bërë këtë pyetje ti nuk i keq përdor. Pra qëja dikun ku ju shkon aty në sadak, nëse s'mund me gjetë, më rana për shembull një vite, hajde që 2 vite, që nuk e shoh nevojshme me i rujt 2 vjet, shumë, 1 vjet, më rana 1 vite, nëse nuk i gjan, ku me qu, atër që e dikun ku është hajrat, të ndërtu një xhami, të ndërtu një objekt, që përfitoj njerëzit edhe përgjithësia e ndërtimit atij objekti bjen mbi popull. Se tash mos pëllot dikush, e pse mos mi qu një urë me nëreq. Urat po i nëreq shteti, shkollat po i nëreq shteti, që do më thonë na po i nëreqim kret me tatimet tona. Por nëse ka dikun që sën të e nëreq shteti, një rrugë, një urë, një qeshme, një shkollë, qaj edhe që aty. Ama nëse ashtu kështu aty nëreq, nëse ti qënë ato veç ti kesh përdorë dikush aty, atër mësë qa. Qaj dikun ku ka dobi, ku profitojnë sevape, që ata që i kanë dhënë parët edhe në anën tjetër përfiton populli nga ndërtimi ati objekti ose çka do qoftë aja. Po mu për mëzan që djalit është shëru, elhamdulillah.